إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده وحبيبه ورسوله فإن أصدق الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلال وكل ضلال في النار. Lavdi është vetëm për Allahun subhanahu wa ta'ala. Ta i mbështetemi edhe prej ati kërkojmë më nej falë mëkatët, gjunahet tona, prej punëve të liga tona që i punojmë me qëllim, pa qëllim, me harres, pa harres, njeri ju është gabimtar. Allah i na i falt. Salavatët ja qëjmë selam Muhammedit alayhi salatu wassalam, për të cilin Allahu ka thënë inna Allaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ونبينا محمد. E vetmja fjalë më e vërteta është fjala e Allahut, fjala e Kur'anit. Udhëzimi më i mirë është udhëzimi i Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Puna më e keqe cila është të qpikisht në fenë islame diçka që kësë është prej fesë. Andaj popujt në përbot, qpikja e këtyne gjërave ka bo shkatrime dhe përcoptime të mëdha. Andaj pejgamberi sallallahu aleyhi wasallam bashkë ma ashabët duke najt e ka vu një vi në rërë, në zalë, ka shkru një vi drejt. Asa i vi si ka vun djathën shmajt, vija tjera. Qka është kjo i ka pyjt shokët e vetë? Ka thonë, ti e dish qka ke ba? Thërë, kjo në vija e drejt, që të qënë në gjenet, Kur'ani, qka në udhëzën. E kjo në djathën shmajt, në kryet se ciles, anë ka një shejtan, që i e thret poplin se cila, munda, mës me elan rrugën e Allahut drejt, me nda në grupacione, apo në për tarikate, apo në për sekte. Edhe tu me nduhet që si cili tarikat, si cili sekt, tamam e kemi tamam. Tamam është vetëm ajo që ka është Resulullahi me ashabët e ti, edhe deri në ditën e kiametit ka me qëndruë bi idhnillahi ta'ala argument për njerëzimin ahlus sunnati wal jamaati ala tariqati salafis salih. Ahlus sunna wal jamaa formën që kanë pas ashabët e Resulullahit në krye me Resulullahin sallallahu aleyhi wasallam. Elhamdulillah që na jemi në atë akide, në atë besim. Elhamdulillah, kjo prej nimeteve të mira tonat, elhamdulillah, se ka dhe një hoqë që ka devijua, e mëson gjematin e vetë mrapsht. Edhe gjemati ju kanë bo tabi, sënë e kanë kuptua, e kanë kuptu që mire ko, kjo janë i knina, edhe kanë vazhdua qështu. E na elhamdulillah, na jemi prej ahlis sunnati wal jamaa, por unë nikosisht, personalisht, kam bo studimin 10 vite akiden e ashabëve të Resulullahit sallallahu aleyhi wasallam. Alhamdulillah. Andaj vëllezërit e mi, jemi tash më këtë mujtë bekuar për të cilin pak fjalë, dhe të folim se boll kini nije. Në çdo ditë hoxhallarët në për televizore
për internete, në PIS TV, në TV Besa, ata që e duan dinin kanë ku me marrë tash. Ata që dojnë, keni ku me marrë. E vallahi para 30 vjetë, para 33 vjetë, unë e këm lënë xhamin këtu, këm shku në Kairo me hap Radio Kairon në gjuhën shqipe, me ju folë shqipi atjejtë. E kemi rrezikue, kemi investue, jemi bërë dëshman me shtetin ati Zemanit, e qysh më u këthy prapë në vendin tënë me met jashtë vendit, para 33 vjetë, 87, tash kretë kanalët i kini këtu. Ama bashkë me këto kanalët, i kini edhe kanalët e shejtanëve qerë. E rullu për atyre kanalëve. Rullu shumë edhe runi fëmijët shumë. Allah ju shpëtoft juve neve, edhe fëmijët ne shpëtoft insha Allahu Ta'ala. Do të folim pak fjalë për kohën. Allahu Gjelle Gjelaluhu Lejletul Qadri për thot khajrun min alfi shahr. Nata e Qadrit ma e mirë se 1000 muaj. Me marë kështu me logjik që për 1000 muaj, dish sa janë? 83 vjetë jenë. Një natë ma mirë se 83 vjetë? Në unalë më kujtua, do të mendomi kadal. I kemi 12 muj. Pse muj Ramazanit më i mirë sa ta 12 të shka ka? Qërshori tash mund më na vjen me fryta, me dredhza, me qërshia, me frytat lloj-llojshme. Çfarë pat për Ramazanit? Prej mujit maj? Ditët, dje ke ejte, sot e gjuma, nesër është shtun njëjtë. Vendet, në Mekë kush shkon për herë të parë dhe nuk e nje biografinë e vendit, thëtë ku. Mos e qoftë zoti muslimanin aqi. Shka me patha, shkretin, kret gur, kret tunella, asfalt, gur, makina, kalabalëk. Kish hek një zamet në Haqëllëk, kur ish këthy këshin shku me e pa për herë Haqëllëkin, e shqyqur qek në amon, kishtë të në zoti mos e qoftë njëri ata. A do të kuptojmë kadal, pse po ju thëmë kadal? Kush është krijuesi i kohës? Allahu. Kush është krijuesi i qiellit? Allahu. Kush është krijuesi i njerit? Allahu. Kush është krijuesi i këtij globit që e ka bën ujë, e kodra, e rafshina, e gjelbrim, e peshkuj në ujë, e njerëz në tokë, e kafsh në për male, këdjune, Allahu. Kush i ka kriju e loj shmerin, Allahu. Kush i ka radhit mujet, Allahu. Që të të kuptojmë, formula që të që e kuptojmë. Aj që e ka kriju e, ja jep vlerën. Aj që e prodhon një sand, aja e vlerën. A mund është ti mi adhon vlerën Mercedesit? Jo. Shka mundet Kosova me dhon vlerë, cilës makinë? Qasaj sharrës që e bjen, motori është italian, për sharrës këtu ja montojnë e do pilado si marin do që kërka rëkështia, rëke, po që heca e sharra, 30 në sahat hecen. Qasaj ne ja japim vlerën, po dhe asa ka vlerën, asa jo, pse është mëntu me këtu, se kemi bojnë na. Vlerën ja japish punës tonë, dhe si ta ke bojnë i punë të mira, vlerën po. Allahu Gjelle Gjelaluhu ka kriju e kohën dhe ja ka dhënë vlerën. Ka kriju e mujt, i ka do dhe ja ka dhënë vlerën. Ka kriju e tokën, ja ka dhënë vlerën. Ka kriju e ditët, prej ditëve vlerën më të madhe, ja ka dhënë ditës gjuma.
Po më shkruan një krishter prej Shqipërisë, prej Fierit, para 3-4 ditëve, po më shkruan SMS, po më qënë në celular, po më thëtë, të lumt ju që e kini ditën e gjuma. Po do është 55 vjeç. Të lumt ju që e kini ditën e gjuma. Unë këm nejtë me të më pëtham, pse gjënup së shkonin në gjami? Thojt e prem, të ruam, të pastruam, misk, qarap të lam, robat të hekurosura, të marëm abdes, të radhitur, shka me ju pa juve. Thëmë subhanallah, bëjmë dua Allah, isha Allah e banë musliman. Masi e do këtë din. Po më të regon Ibn al-Qayyim al-Jauzi, shka ka thënë. Subhanallah, se ka hinë me shfletua, me pa dinin qka është. Na jemi në to dhe s'po ja dim. Në to jemi edhe s'dim. Kjo në vjen keq. Në vjen keq shumë. Kushe ka kriju kohën? Nga në për gjumon qka ka thënë pejgamberi. Nuk e ka bo gjumon dë vlefshme kër e ka qua pejgamberi lëkun. Gjumon e ka bo prej Ademit a.s. Gjumon e ka kriju Ademin. Ditën e gjuma, që të hadith edhe ma kishtë të shkryu ki krishteri. Gjumon ka kriju Ademin. Gjumon e ka shtin gjenet. Gjumon e ka hek fi gjenetit. Gjumon ban dita kiametit. Unë asë di. Shka për të jona? Po të ka të regu Resulullahi sallallahu alaihi sallam. Që është ka të regu Resulullahi, hak është. Zbonët kiametit shpëthojnë Evropian të Amerikanë. Para 2-3 vjetë, mule kiameti, së bon kiameti. Kiameti ka shenja, kemi të regu për ato, do një me lexua, edhe ato kemi fole, i vjen randi me fole. E gjumon, shiko qëfar gjumon kemi na, se ka kryuar gjumon pejgam Allahu Gjallë Gjellaluhu me ardhje në Resulullahit. Jo, prej kër e ka kryuar kohën, e ka kryuar njeriun, gjumon e ka vlerësua. E pejgamberi tani ka spjegua, ka thonë, na jemi ymeti i fundit të dërguar. Se na ymeti i fundit, mas neve s'ka pejgamber. Na ka thonë, ymeti i fundit jemi të dërguar. Po ditën e kiametit jemi të paret që do të him xhenet. Shiko çfarë privilegje ke ti bre. Dita gjuma. Vlera e saj, një herë një javët. Për Ramazani, një herë në vit. Tani subhanallah, Allahu e ka bon qarkullimin e tokës, e që ka bon Allahu e din, nësa zdim, që më rëmuj Ramazanit gjithë vjetë vjen 10 ditë për para, 10 ditë për para, për 3 vite një muj e merë, ka 10 ditë një muj. Si vjetë e patë misafir Ramazanin, muj maj. Vitin e ardhshëm e ka Ramazanin, misafir, edhe prillit janë gjithë vjetë, në vitin e ardhshëm. Tani 3 vjetë e manë prillin. Që mës tjetë asë një kohë periodike, pa shërefin, dhe vlerën, dhe karakterin, dhe krenarin e mujtë qajtë Ramazanit, i cili u bojnë shenjtë me zbritjen e në te. A u kuptuam? Me zbritjen e Kuranit në te. Mësë më paskon Kurani me zbrit në mujnë Ramazan, Allahu se kishë dhanë vlerë në Ramazanit që fare ka. Ama ka thonë shahru Ramadan, alladhi unzile fihi l-Quran. Muje e bëkuar Ramazanit, është i bekuar sepse ka ardhë në tek Kurani famlartë. Fjala Allahu të Gjelle Gjelalu, e cila është shpallur në Bejtul Ma'mur, pastaj në Bejtul Izze në qiellin e dynjas, dhe prej Bejtul Izze që është shpallë në natën e Kadrit, ka ardhur në tokë për 23 vjetë
ajete, sure, apo kaptina, si pas nevojave dhe kërkesave njerëzore në këtë tokë. Elhamdulillah që jemi pasus të këtij dinit. Thoni elhamdulillah që jeni pasus e këtij dinit, vallahi. Inna anzalnahu fi lejletil qadr. Na Kur'anin e zbritëm natën e Kadrit. Në Ramazan. Mëslaj, në natën e Kadrit, kër ka zbrit, mandej prej të pejgamberi ka zbrit për 23 vjetë. E na do të nalëna të kjo fjallë. Lejletul Qadri khajrun min alfi shahr. Nata e Kadrit ma e mirë se 1000 muaj. Një natë, edhe na thona, me pyet, dikant me pyet, x personin. A janë më të mirat edhe të 3 muaj, a është një natë ma e mirë? A i me një rand një kamet u përgjigjë, edhe të 3 muaj, normal më të mira e nëse një natë. Edhe ka mu pak me gjeste, e normal, si, a po marrish vesh, dhe me kupto pak, mësë pyet pa lidhje. Unë e juve me ju pyet, si artista, a ma mirë është nata e Kadrit, atë edhe të 3 muaj? E dijet, të edhe të 3 muaj më të mirë. Ja, si a ke qëllë. Pse? Allahu Gjelle Gjelaluhu që ka kriju kohën, ka thonë, një natë është ma mirë se të edhe të 3 muaj. Se 1000 muaj, të edhe të 3 vjetë e kam fjallën nëse gabova. Të edhe të 3 vjetë, se 1000 muaj bëjnë të edhe të 3 vjetë. Një natë ma e mirë. Pse që e natë ma mirë? Sepse në qatë natë është falë Kur'ani. Koha e ka marrë vlerën për hatërt që ti. Koha e ka marrë vlerën dhe është krenare nata e Kadrit me shpalljen e Kur'anit. Shpalljen të kushtetutës botnore deri ditën e Kiametit. Kjo kushtetut botnore mos harroni. Pse po i them kushtetut botnore? Po Allah i jep ligjet e njerëzve në dynja. Njerëz të mundohen me dhënë ligje, një heke, një heke, një vjen, s'po nalet gjakderdhja kërqysh. Vene ligjin e Zotit dhe kry puna. Prandaj Amerikanët në gjykatën supreme në Washington e kanë shkruar hyrje atje. Krenaria e popullit tërë botës është për ty o Muhammed, shka i ka dhënë njerëzimit ti, edhe ka vullën ati natë. Inshallah qëtat ka me smadhua e me në gjami këtu t'i kontë. Për me po, dëshmi që ju me ditë krenaria jonë, elhamdulillah. E me të pyjtë të shti, a është hoxha, për të pyjtë ti, a ma mirë është një natë e Kadrit, a 1000 muaj të edhe të 3 vjetë? Ja, thua është që shtu përgjegja është e sakta. Një natë e Kadrit është ma e mirë se 1000 muaj, edhe Allahu pse ka të regu aj që ka kriju kohën, edhe e dyta për arsye se natë është shpallur kushtetuta Allahut në ftyrë tokës për njerëzimit. Kelamullah, e cila është në fillim të fjallës e thash, fjalla e vetëmi e vërtet, kelamullah. Udhëzimi maj mirë, udhëzimi profetik i Muhammedit sallallahu alaihi wasallam. Vepra ma e ligë dhe ma e poshtër dhe ma keqe, bidat me bon din dhe përcoptim në fejnë Allahut, subhanahu wa ta'ala, e cilat qonë në dalaletit qonë në gjehnem. Kjo është nata e Kadrit. Për këtë natë, ka thonë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, lypne në 10 ditët e fundit të Ramazanit. Lypne, me qka e lypim? Me vepra të mira, me tobe istikfar, me lexim të Kur'anit, me mësim besim, me edukim, me qëtë shka. Kujtja ka dhënë Zoti i lumi aj, kush e ka humbur i mjeri aj, është në hadis.
Kujt ja ka dhënë Zoti atë natë, i lumi ai. Është një natë në mesin e 10 ditëve të fundit të Ramazanit, Allahu Gjelle Gjelaluhu me mija ka mi lërgua prej zjarmit gjehnemit, prej umetit Muhammed sallallahu aleyhi wasallam, edhe neve inshallah në lërgon prej zjarit gjehnemit, ja Rabbel Alamin. Allahu Gjelle Gjelaluhu në dhasht khajr për këtë natë. Allahu në dhasht khajr për këtë natë, e ma shumë hiqës për e zgati se kaq, inshallah kuptuam diçka nga nata e kadrit është ma mirë se 1000 muaj. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum. Thoni astaghfirullah. Allah i na i fal gabimet. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Muaj Ramazanit po na hjeshon, na ka hjeshu, na ka stolis. Me iftare, me taravia, me namaz xhamia, me dhanjet sadakas, me dhanjet zeqatit, me dhanjet e ndihmave të ndryshme, muj që gjepi i muslimanit po qelet, dora muslimanit po lirohet. Muj shumë i çuditshëm, muj që për çudi është të gjithë, keni thënë, të gjithë para Ramazanit një fije të gajles, të brengës e ka. A tha, si do të të gjinojmë, a do të nëtohëm, a do të nëtohëm, a do të qëtohëm, a po të... Në mori këtë mu ishi ju mërdhim, subhanallah. Pse robi ka kësi para gjykime shme njeri? Që ka që një zajfë robi. Kënaqësi është për ne, alhamdulillah, e mas Ramazanit, mandaj është mas Ramazanit që ngelim pak më ndryshe të qësh, humbët ai shëhreti, ajo krenaria, ajo lezeti i këtij muaji të bekuar. Humbët, po inshallah na si musliman, që falim 5 vaktin, e agjeruam Ramazanin, e japim zeqatin, e sadakatul fitrin, e ju nimojmë fukarave, ju nimojmë nevojtarve, mundohemi me urdhnuar rrugë të drejtë, ndalem nga rruga e keqe, respektojmë babën e anë, ndërojmë matë vjetrin, lëdhatojmë matë riun, edukojmë shoqërinë. Inshallah dhe mas Ramazanit dhe t'i vazhdojmë punët e mara e të mira, inshallah ta'ala, po që ta keni parasysh mas mujt që të kryhen 3 ditët e Bajramit, ka thonë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, ai që agjeron Ramazanin edhe i pason 6 ditë Shëvalit mas Ramazanit, si kur të agjeroj tër vitin, për arsye se në imetin tonë, në besimin tonë, në akiden tonë, është një sevap veti dheti. Një muj 300 sevape, edhe 30 dit, 300 dit, 6 dit, sa 60 dit, edhe si kur të agjerojsh tër vitin. Andaj mos i kurseni, mos thuj ta kursej vetin se mos rash zaif, mos u dobësova. Vallahi askush s'u dobësohet, askush vetë përmirësohet organet, vetë përmirësohen organet e njeriut me agjerim. Andaj ka qenë qysh në fillim ajo fjalë që keni mësuar të gjithë, agjeroni, sherohuni. Thënie profetike, sumu tasihhu, agjeroni, sherohuni. Sa njeri në Ramazan e ka përmirësu vetin, e ka lanë duhanin, i ka la dhamat, edhe vazhdojnë që është në Ramazan, që kërë vjen ditë Bajramit, ditë e madhe, gëzimi madhe, që kemi krye një detyrë, prej detyrave madhështore. E mirë ai që se ka krye. I mirë ai që se ka krye. Ditën e Ramazanit me hangër, turp mi ardhë për Allahut subhanahu wa ta'ala,
burri shnosh, femën e shnosh, grua e shnosh, djali shnosh, po hanë ditët e Ramazanit edhe po vazhdon thyrjen e urdhrit Allahut subhanahu wa ta'ala. E lusim Allahun subhanahu wa ta'ala na udhëzoft neve me neve ju udhëzoft të tjerët. Allahumma hdina wahdi bina ya rabbil alamin. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد اللهم انصر الإسلام والمسلمين وعز الإسلام والمسلمين وعلى كلمتي الحق والدين يا رب العالمين اللهم سلمنا وسلم ديننا ولا تسلب وقت النز إيماننا ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا Elusim Allahun Gjelle Gjelalu për fund të kësaj gjumaje, që është gjumaja fundit këto 10 ditët e Ramazanit. Allahu Gjelle Gjelalu ne i falët gabimet neve, ja falët gabimet babës edhe nënës tonë, gjyshve dhe stërgjyshve tonë, vllaznive dhe motrave tona, hallave dhe thezeve tona, agjallarve dhe dajallarve tonë. Allahu Gjelle Gjelalu i nalt luftat gjithë kundë në botë ja Rabbel Alemin. Allahu Gjelle Gjelaluhu i shëroft smund të muslimanëve. Allahu Gjelle Gjelaluhu i shpetoft robërit e muslimanëve. Allahu Gjelle Gjelaluhu dasht inshallah i madhi Zot që të ndalet gjakderdhja gjithë kundë në botë. Sepse prej saj s'ka kur hajri vetë sherrë është duke e bën dikush tjetër. E lusim Allahun Gjelle Shanuhu që ky muaj të jetë i bekuar për neve që është te Allahu subhanahu wa taala. Et ne ka falë Allahu Gjelle Gjelalu kreta gabimet, et ne pranoje lutjet tona, ne pranoje sadakat, zeqatin, namazin, agjerimin, edhe gjdo gjanë që kemi gabua, Allah i ne i falë. Subhane rabbike rabbil izzeti amma yasifun, wa salamun alel mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin, wa aqimis salah, inna salata tanha lil fahshai wal munkar, wa la dhikrullahi akbar, wallahu ya'lamu ma tasnaun.